Në vitin 2025 kremtojmë 1700 vjetorin e Sinodit të Nikes, gjë që do dëgjoni shpeshherë këtë datë në të gjitha kumtesat. Ngjarjen e parë ekumenike në historinë e Krishtërimit, nga e cila lindi simboli i përbashkët i besimit, që edhe sot e kësaj dite përfaqëson një element ku të krishterët mund të identifikohen e të gjejnë unitet. Sinodi i Nikeas ishte një ngjarje vendimtare për historinë e Kishës. Ajo u mbajt në maj korrik të vitit 325 pas Krishtit, në qytetin e Nikes, në Bitini, sot Iznik, Turqi, me kërkesën e perandorit Konstantin, rreth 318 peshkop nga gjithë provincat e perandorisë, ndoshta për këtë numër njerëzit debatojnë, por Kisha ka zgjedhur numrin 318 si shembull të 318 shërbëtorëve të Abrahamit. U mblodhen për të trajtuar mosmarrëveshjet doktrinore dhe krijuan një bazë të përbashkët për besimin e krishterë. Sinodi formuloi themelet e besimit që mbeten të pandryshuara për 17 shekuj. Ai qartësoi natyrën e Krishtit dhe marrëdhënien e tij me atin qiellor. Etrit e Nikes kundërshtuan herezit që kërcënonin të shtrembëronin të vërtetën e besimit dhe formuluan me qartësi besimin e tyre, duke pasur në qendër të rrëfimit, besojnë në një Zot Jezu Krisht, birin e vetëm lindur të Perëndis, që u mishërua prej Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjërës Mari dhe u bë njeri. Perëndia i pafund mori natyrën njerëzore për të na udhëhequr në zhvillimin dhe përsosmërinë më të lartë, në hyjnizimin sipas hirit. Kjo e vërtet themelore që u konfirmua në Nikea nuk është thjesht një formulim teorik, por një realitet i gjallë që transformon ekzistencën njerëzore për gjatë kohërave. Bashkimi i natyrës hyjnore dhe njerëzore në Krishtin i dha njerëzimit një dinamik të re dhe ngriti atë në dritën e energjive hyjnore të pakrijuara, të cilat i rrezaton dashuria e tij. Etrit e Nikes, me mpretësi teologjike e dallim shpirtëror, arritën të formulojnë me saktësi të jashtëzakonshme të vërtetat e besimit. Fjala homoousion, i pashkëqenshëm, u bë fari që udhëhoi që Kishën larg dy kuptimësive dhe keq interpretimeve të arianizmit. Etrit hyjprurës mësuan se ai u bë njeri që ne të hyjnizohemi, duke formuluar me qartësi të mrekullueshme misterin e shpëtimit. Duhet ta theksojmë se ky formulim teologjik nuk është thjesht një frazë akademike, por një shprehje së vërtetës jetike që përcakton thelbin e besimit tonë. Sinodi i parë ekumenik nuk ishte vetëm një episod i përballjes doktrinare me herezit e kohës, por dhe një hap themelor dhe i domosdoshëm në formulimin dogmatik të besimit krishterë dhe pohimin e tij si një vërtet shpëtuese. Kjo ndodhi pas 3 shekujsh persekutimesh dhe armiqësie të ashpër ndaj të krishterëve në perandorinë romake, si dhe në një kontekst të shënuar nga polemika të forta teologjike, të shqetësuar për ruajtjen e unitetit kishtar. Etrit e shenjtë të Nikes formuluan brenda një kuadri sinodal dhe solemn besoren e parë të Kishës, me vlerë universale, të përhershme dhe detyruese, duke përcaktuar të vërtetat thelbësore dhe shpëtuese të besimit të krishterë. Besorja e Nikes do të bëjë standardi dhe pika e fillimit për vendimet e tjera dogmatike të marra nga sinodet ekumenike pasuese kundër herezive të ndryshme. Sinodi nuk u kufizua vetëm në formulimin e të vërtetave dogmatike, por gjithashtu vendosi themelet e rendit kishtar dhe administrimit. Ai njohej për sinë e 3 patriarkanave të lashta, Romës, Aleksandrisë dhe Antiokisë, mënyrën e saktimit të datës së Pashkës, vendosi rregulla për zgjedhjen dhe dorëzimin e peshkopëve dhe rregulloi çështjet disiplinore kishtare. Përmes këtyre vendimeve, Nikea nxorri në pas sinodalitetin si parim themelor të jetës dhe qeverisjes kishtare. Etrit u mblodhen në shpirtin e shenjtë, duke dëgjuar njëri tjetrin, duke diskutuar me dashuri dhe respekt, e duke vendosur së bashku në udhëheqjen e ngushëllimtarit, shembulli i tyre mbetet baza e organizimit kishtar deri më sot. Simboli i besimit, i formuluar në Nikea dhe i plotësuar në Konstantinopol, është faktori unifikues për të gjithë të krishterët, pavarësisht ndarjeve dhe skizmave. Gjatë shekujve,
Besimi në një Zot Jezu Krisht, birin e vetëmblindur të Perëndisë, mbetet akoma i përbashkët për shumicën ndërmuese të krishterëve në mbar botën, duke dhënë bazën e fortë mbi të cilën mund të ndërtojmë dialogun dhe mirëkuptimin. Besimi i Nikeas nuk injoron realitetin e ashpër të ndarjeve, por na ofron një rrugë drejt tejkalimit të këtyre ndarjeve. Në besorin e Nikeas, etrit e shenjtë rrëfejnë se qëllimi i mishërimit të birit përjetshëm të Perëndisë është shpëtimi i njerëzimit. Për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, biri zbriti nga qielli, u mishërua, u bë njeri, vuajti dhe rrungjall të tretën ditë, u ngjit në qiell e do të vijë përsëri për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Kështu qëllimi i rrëfimit të besimit në hyjninë e Krishtit është shpëtimi i njerëzve, i arritur nëpërmjet bashkimit të tyre me Krishtin në pagëzim dhe në eukaristi, në mënyrë që ata të marrin faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Në këtë kuptim, rrëfimi i besimit të vërtet në Jezu Krishtin, birin e Perëndisë, është një vepër shpëtimtare që afron jetë të përhershme e të përjetshme. Është e rëndësishme të theksohet se vendimet e etërve të sinodit ekumenik u morën nëpërmjet konsultimit dhe bashkëpunimit, në një frymë lutjeje dhe bashkimi, dhe më vonë u mbrojtën me shumë sakrifica nga shumë etër të shenjtë, si ka lindja, ashtu dhe nga perëndimi, si Shën Athanasi i Madh, Shën Hilari i Poitiers, nga etrit Kapadokian dhe në koncilin e dytë ekumenik në vitin 381. Në një epokë kur uniteti i besimit shpesh përballet me ideologjitë e shumta të botës bashkohore dhe në një shoqëri të sekularizuar, të karakterizuar nga fragmentimi, kriza e autoritetit institucional dhe konfuzioni doktrinar, sinodi i parë ekumenik i Nikeas afron një bazë të fortë për një jetë të thellë të krishterë, shpirtërore, morale dhe komunitare. Kuptimi i mendimit patristik dhe i vendimeve të sinodeve ekumenike është i domosdoshëm në vazhdimin e detyrës baritore bashkohore për të udhëhequr besimtarët në rrugën e shpëtimit. Parimet e shpallura në Nikea mbeten gjithmonë aktuale. Besimi në Krishtin Perëndi njeri, që u mishërua për shpëtimin e botës, ofron mundësinë e tejkalimit të asaj që është e pamundur për njerëzit. Zoti ynë nuk është një spektator i largët, indiferent ndaj asaj që ndodh. Ai vazhdon të jetë me ne në të gjitha fazat dhe momentet e vështira të jetës sonë. Le të marrim pra nga sinodi i madh i Nikeas fuqinë e solidaritetit dhe dashurisë. Le të lutemi që Perëndia Trinitare të na jap forcën e tij, që të mos përkulemi nga vështirësitë me të cilat përballemi në kohën e sotme, duke pasur sigurinë e premtimit të Zotit tonë Jezu Krisht, që dyert e hadhit nuk do ta mundin kishën e tij, dhe sa ai do të jetë me ne gjithë ditët deri në mbarimin e botës. Shpreh urimin dhe falënderimin për organizatorët e këtij aktiviteti të përbashkët ndërmjet kishave ortodokse dhe katolike. Dhe bekojmë të gjithë pjesëmarrësit në simpoziumin teologjik, ne besojmë në Jezu Krishtin që ka të qenë me atin, me shpresën se ky aktivitet do të kontribuojë në forcimin e përgjegjësisë për ruajtjen e besimit dhe unitetit të kishës së Krishtit. Amin.